Arritja e kostove të jetesës në qërat dhe çmimet e ushqimeve, të cilat tani janë mbi mesataren evropiane, po largojnë pensionistët e huaj që kishin zgjedhur vendin tonë për të jetuar. Sipas të dhënave të Instat, grup mosha mbi 60 vjeç përfaqëson një pjesë rëndësishme të huajve në vendin tonë. Vitin e kaluar, 3007 persona në këtë grup mosh ishin me leje qëndrimi në vendin tonë, me rënje 15.5% në krahasim me vitin 2023. Ndonse numri i përgjithshëm i të huajve me leje qëndrimi është rritur nga 21.460 në 2023 në 21.940 vitin e kaluar, grup mosha mbi 60 vjeç është kurrur si në numër ashtu dhe në përqindje. Ulja e këtij grupi lidhet me lëvizjen e pensionistëve të huaj drejt vendeve të tjera me kushte më të favorshme për qëndrime afatgjate ose me kosto më të ulët të jetesës. Të dhënat tregojnë se profili migracionit drejt Shqipërisë po bëhet më aktiv dhe më i ri në moshë, me rënje të komponentit rezidence përhershme pas pensionit. Në grup moshën deri në 19 vjeç, numri është rritur pak, nga 1891 në 2023 në 1947 persona në 2024, çka përbën rreth 9% të totalit të emigrantëve në vendin tonë. Kjo kategori përfshin kryesisht fëmijë dhe të rinj që jetojnë në Shqipëri si pjesë e familjeve të huaja ose të prindërve që punojnë në vend. Pesha qëndrueshme e këtij grupi tregon se flukset familjare nuk kanë ndryshuar ndjeshëm. Grup mosha 20-29 vjeç është rritur më shumë se çdo kategori tjetër, nga 3811 persona në 2023 në 4356 persona në 2024, ose 14%, duke zënë 20% të totalit të personave të huaj me leje qëndrimi në Shqipëri. Kjo tregon një zgjerim të ndjeshëm të prurjeve të rinjve apo punonjësve sezonal apo studentëve që po e shohin Shqipërinë si destinacion për studime, punë e të tjerë. Në grup moshën 30-39 vjeç vihet gjithashtu një rritje fort vjetore me 11.7% me një numër total 5395 persona në 2024. Kjo grup mosh zë 24% të totalit të emigrantëve dhe përfaqëson kryesisht njerëz aktiv në tregun e punës, profesionistë që vendosen për periudha të mesme ose afatgjata për arsye ekonomike. Rritja e kësaj grup moshe tregon se Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë të huaj në moshë pune, të cilët e shohin vendin tonë si një hapësirë me mundësi punësimi ose investimi. Në kategorinë 40-49 vjeç, numri të huajve arriti në 4283 persona në 2024 me zgjerim 10%. Edhe kjo grup mosh përfshin individ aktiv profesionalisht. Grup mosha 50-59 vjeç ka shënuar një rënje me 15%, çka tregon se të huajt e kësaj moshe nuk zgjedhin të qëndrojnë në Shqipëri, ndoshta për shkak të moshës afër daljes në pension.